Në këtë episod të ri të serialit Qyteti i Largët, Boran zgjohet nga koma dhe përballet me realitetet të dhimbshme. Përzierja e humbjes, hidhërimi dhe konfuzionit. Ai ka humbur shumë kohë dhe tani sheh se Alia dhe Gjian janë së bashku, gjë që e trondit. Ai duhet të vendosë nëse duhet të luftojë për dashurinë e Aliës ose të pranojë lidhjen e saj të re me Gjianin. I lidhur emocionalisht me Alien, por ndjen keqardhje për veprimet e së shkuarës dhe konfliktin me Gjianin. Ndërsa Alia është e fortë dhe e vendosur, por e ndjeshme ndaj ndjenjave të tjerëve. Alia shpreh hapur ndjenjat e saj për Gjianin, duke krijuar tension tek Borani. Ndërgjegjja dhe dashuria e përkushtuar ndaj Gjianit, por edhe kujdesi për Boranin. Lidhja romantike me Gjianin, por e komplikuar nga e kaluara e Boranit. Ndjen trishtim për vuajtjet që i shkakton Boranit. Gjiani nga ana tjetër është në mes të konflikteve romantike. Gjian dhe Alia tashmë kanë ndjenja të forta për njëri tjetrin. Ai përpiqet të përballojë tensionin që vjen nga kthimi i Boranit. Dashuria, mbrojtja e Aliës dhe frika nga përplasja me të vëllain. Në konflikt emocional me Boranin për historinë e së shkuarës. Në këtë skenë, Exhmeli përballet me Sadakatin dhe tensioni është i madh. Sadakati kujton Exhmelit të kaluarën e tyre, duke i përmendur rininë e saj dhe momentet e dhimbshme, si Exhmele kishte braktisur dhe kishte hedhur nga shkembi, edhe kur ajo ishte shtatzan. Exhmel shpreh se nuk ishte në dieni të shtatzanisë së saj dhe se nuk mund ta linte gjithçka dhe të martohej me tem. Ai e thekson se ishte i detyruar të merrte vendimet që mori, duke shpjeguar arsyet e tij pa mohuar gabimet e së shkuarës. Sadakati e kërcënon Exhmelin, duke i thënë qartë se nëse i afrohet fëmijëve të saj, do ta dëmtojë me duart e saj. Kjo krijon një tension të fortë, ku Exhmeli përballet me pasojat e të kaluarës së tij, ndërsa Sadakati mbron me vendosmëri fëmijët dhe të ardhmen e saj. Në këtë skenë, Boran dëshiron të bisedojë me Alien, por ajo vendos një kusht. Gjiani duhet jetë i pranishëm. Alia i shpreh Boranit zgënjimin e saj të thellë. Ajo nuk mund ta besojë se ai ishte treguar aq egoist dhe fsheu të vërtetën që kishte vrarë dikëm, duke rrezikuar kështu fëmijën e tyre. Boran kërkon falje për gabimet e tij, por Alia i thot qartë se tani kjo nuk ka më rëndësi. Rruga e saj është e vendosur. Ajo është e martuar me Gjianin dhe e do atë. Nuk ka asnjë mundësi për rikthim. Marrëdhënia e tyre e kaluar nuk mund të riparohet. Në këtë skenë, Boran dhe Gjian përballen drejt për drejt. Në një bisedë të mbushur me tension dhe emocione të forta, Borani përpiqet të kuptojë ndjenjat dhe vendimet që janë marrë në mungesë të tij, ndërsa Gjian mbron qëndrimin e tij në lidhje me Alien. Boran e vën në dyshim dashurinë e Gjianit, duke i kujtuar se më parë ai kishte ndjenja për Mejremin dhe duke nënkuptuar se edhe kjo mund të jetë diçka e përkohshme. Por Gjiani i përgjigjet me vendosmëri, duke theksuar se pas gjithë gënjeshtrave dhe ngjarjeve të rënda, ai e ka kuptuar se çfarë është e vërtetë dhe se nuk do të heqë kur dorë nga Alia. Nga ana tjetër, Boran përpiqet të justifikojë veprimet e tij, duke shpjeguar rrezikun që i ka ndjekur dhe arsyen pse ka marrë disa vendime të vështira. Ai pranon gjithashtu një të vërtetë të rëndë nga e kaluara, duke bërë situatën edhe më të tensionuar. Ndërsa në këtë skenë, Boran mëson rastësisht për tentativën e vrasjes ndaj tij nga Exhmel dhe i tronditur nga kjo e vërtet, niset menjëherë drejt konakut të tij. I mbushur me zemërim dhe ndjenjë padrejtësie, ai përballet drejt për drejt me Exhmelin. Gjatë përballjes, Borani drejton armën dhe i kërkon llogari, duke akuzuar se i ka shkatruar jetën dhe se meriton të ndëshkohet për atë që ka bërë. Të pranishmit përpiqen ta ndalojnë dhe ta qetësojnë, por ai është i vendosur dhe nuk tërhiqet. Në kulmin e tensionit, Exhmel përpiqet të mbrohet, duke zbuluar një të vërtetë të papritur. Ai thot se është baba i Boranit. I tronditur nga kjo deklaratë, Borani drejtohet Sadakatit për të vërtetuar nëse është e vërtetë. Në atë moment, Sadakat e pranon këtë fakt. Ndërsa episodi pasardhës duket shumë i ngarkuar emocionalisht dhe plot kthesa dramatike. Refuzimi i Aliës është pika që e thyen plotësisht Boranin. Ai nuk arrin me të kontrollojë veten dhe zemërimin ndaj Gjianit del jashtë kontrollit.
Kjo tregon sa i dëshpëruar dhe i fiksuar është Bear. Nuk është më thjesht një dashuri apo familje, por një betejë egoje dhe pushteti. Vendimi i Xhihanit dhe Alias për t'u divorcuar është shumë i dhimbshëm, por edhe i zgjuar në një farë mënyre. Ata po sakrifikojnë lidhjen e tyre për ta mbrojtur njëri tjetrin dhe për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit me Boranin. Ideja që një ditë do të ribashkohen e bën akoma më tragjike situatën. Nga ana tjetër, Borani e shfrytëzon menjëherë këtë dobësi. Ai lëviz shpejt për të rimarrë kontrollin, sidomos duke kërkuar të takojë djalin e tij. Por këtu shihet qartë që nuk është aq e lehtë sa mendon. Ai nënvlerëson situatën dhe pengesat që ka përpara. Ndërsa Zerrin sjell një tjetër kthes të fortë. Rrëfimi i saj tregon që diçka shumë e madhe po vjen dhe do të ndryshojë gjithçka në jetën e Xhihanit. Kjo e shton tensionin dhe e bën historinë edhe më të paparashikueshme. Pjesa më e fortë e këtij parashikimi është fundi, rasti i divorcit që do të tregojë se fati nuk mund të parandalohet. Kjo le të kuptohet që pavarësisht planeve dhe sakrificave, diçka e papritur dhe e pashmangshme do të ndodhë. Në këtë skenë, takimi mes Boranit dhe Xhihan Denizit është një moment i shumë pritur, por edhe thellësisht i ndërlikuar emocionalisht. Boran më në fund përballet me djalin e tij, i mbushur me mall dhe dëshirën për ta përqafuar e për të rikuperuar kohën e humbur. Në ato çaste të para, ndjenja e dashurisë prindërore është e fortë dhe e sinqertë. Ai e sheh djalin me sy të mbushur me emocion dhe përpiqet të krijojë një lidhje e ka munguar kaq gjatë. Por kjo ndjenjë prishet menjëherë sapo kupton diçka që nuk e kishte pritur. Xhihan Denizi nuk e sheh vetëm atë si baba, fëmia e përdor të njëjtin emërtim edhe për Xhihanin, duke treguar qartë se në zemrën e tij ka vend për të dy. Kjo është një goditje e fortë për Boranin, egoja dhe krenaria e tij nuk e pranojnë këtë realitet. Ndërsa nga ana tjetër, fëmia kërkon thjesht dashuri dhe nuk bën dallime. Xhihan përpiqet ta qetësojë situatën duke i kujtuar se ajo që ka më shumë rëndësi është mirëqenia e fëmijës, jo krenaria e Boranit. Por për te, ky është një realitet shumë i vështirë për t'u pranuar. Zerrin vendos të mos e mbajë me sekretin që i ka rënduar kaq gjatë për kaq kohë. Ajo tërheq Shahinin më njanë dhe i kërkon të flasin urgjentisht, që në fillim ndihet ankthi dhe pesha e asaj që do të zbulohet. Shahini i hutuar dhe pak i irrituar e kupton se diçka e madhe po fshihet prej tij, sidomos kur kupton që të gjithë e kanë ditur përveç tij. Kur e vërteta del në dritë, gjithçka ndryshon. Zerrin i rrëfen se babai i fëmijës së saj është Kaja. Zerrin, e vendosur, shkon bashkë me Shahinin dhe disa të tjerë përballë Xhihanit me një kërkesë urgjente. Ajo kërkon ndihmën e tij për ta mbrojtur foshnjën që pret, një foshnjë që është e Kajës, gjë që e bën situatën edhe më të ndërlikuar. Ajo ka një plan të qartë për të shmangur përplasjet dhe tensionet brenda familjes, dëshiron që fëmia të dërgohet fshehtas jashtë vendit, të rritet aty larg, derisa situata të qetësohet, vetëm atëherë ajo do t'i tregojë Kajës të vërtetën. Xhihani i tronditur nga situata, por i ndjeshëm ndaj gjendjes dhe sigurisë së fëmijës dhe Zerrinit, pranon ta ndihmojë. Në këtë skenë të fundit, Alia dhe Xhihani shkojnë para gjykatës me një marrëveshje të përbashkët për divorc, duke mbështetur njëri tjetrin gjatë gjithë procesit. Megjithatë, gjykata e shqyrton me kujdes marrëveshjen dhe e bën të qartë se, duke u bazuar tek deklaratat e para të bëra nga palët, kërkesa e tyre për divorc nuk mund të pranohet. Ky vendim i papritur le sadakatin të shokuar dhe të pafuqishme përballë situatës. Nga ana tjetër, edhe pse vendimi duket formal dhe i rrept, Xhihan dhe Alia shfaqin fshehtas një ndjenjë lumturie.